Një sasi e dyshuar kokain, 4 gur të dyshuar si diamante dhe një pajisje elektronike për zbulimin e metaleve të çmuara janë sekuestruar në portin e Durrësit gjatë kontrolleve të përbashkëta të doganës shqiptare dhe policisë së shtetit. Zbulimet u bën në 3 raste të ndryshme gjatë verifikimeve të udhëtarëve dhe automjeteve të ardhura nga Italia gjatë kontrolleve për mallra dhe materiale të dyshuara si të paligjshme. Rasti i parë u evidentua gjatë kontrollit të një automjeti të mbërritur me tragetin e linjës Ancona Durrës. Në bagazhet e mjetit u gjet një valixhe që përmbante një pajisje elektronike për detektimin e metaleve të çmuara, së bashku me aksesorët e nevojshëm për montimin dhe përdorimin e saj. Në një tjetër rast, gjatë kontrollit fizik të një shtetasi që udhëtonte me automjet nga Italia, autoritetet zbuluan 4 paketime transparente me gur të ngjashëm me diamante. Gurët u sekuestruan me një herë dhe pritet i nënshtrohen ekspertizave laboratorike për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për diamante të vërteta dhe për të vlerësuar vlerën e tyre. Ndërkohë, rasti më i rënd lidhet me zbulimin e një sasie të dyshuar lëndë narkotike. Sipas autoriteteve doganore, kokaina u gjet e fshehur brenda një veshjeje të vendosur në kabinën e drejtuesit të një automjeti tjetër që kishte mbërritur nga Italia. Dogana shqiptare bëri të ditur se operacionet e kontrollit po vijojnë me intensitet të shtuar në hyrje-daljet e vendit, me fokus parandalimin e trafikut të drogës, kontrabandës dhe veprimtarive të tjera të paligjshme. Të 3 rastet janë referuar strukturave kompetente për veprime të mëtejshme, procedurale dhe hetimore, ndërsa pritet që ekspertizat dhe hetimet të hedhin më shumë dritë mbi natyrën, origjinën dhe destinacionin e sendeve të sekuestruara.